Alarmi për klimën, shkencëtarët El Niño dhe La Niña porisin rrezikun e ekstremeve të motit. Janar 2026 rezultoi më i ngrohtë i regjistruar ndonjëherë. Shkencëtarët thonë se edhe kalimi drejt La Niñas nuk po ul nxehtësinë. Fenomenet klimatike porisin rrezikun e ekstremeve të motit. Shkencëtarët europian po japin alarmin për shpejtimin e ndryshimeve klimatike pasi janari vitit 2026 u regjistrua si muaji më i ngrohtë ndonjëherë në botë. Sipas shërbimit të ndryshimeve klimatike Copernicus, temperatura mesatare globale arriti rreth 1.75 gradë Celsius mbi nivelet para-industriale. Kjo vlerë zgjat një seri të nxehtësie globale ku 18 nga 19 muajt e fundit kanë kaluar pragun 1.5 gradë mbi mesataren historike. Të dhënat janë veçanërisht shqetësuese sepse vijnë në një moment ku planeti po kalon nga fenomeni ngrohës El Niño drejt fazës më të freskët La Niña, e cila zakonisht ndihmon në uljen e temperaturave globale. Megjithatë, ekspertët thonë se La Niña ende nuk është zhvilluar plotësisht dhe bota ndodhet në kushte neutrale mes dy fazave. Ndërkohë, temperaturat e sipërfaqes së deteve mbeten më të larta të regjistruara, çka ushqen stuhime të forta, rreshje intensive dhe thatësira. Një raport i fundit lidh kombinimin e ndryshimeve klimatike dhe La Niñas me përmbytjet vdekje prurse në Afrikën Jugore, ku humbën jetën rreth 200 persona dhe qindra mijëra të tjerë u prekën. Sipas studimit, intensiteti i rreshjeve ekstreme është rritur ndjeshëm krahasuar me epokën para-industriale. Organizata Botërore Meteorologjike parashikon një La Niña të dobët të cikël, por paralajmëron se oqeanet më të ngrohta nga gazet ser porisin rrezikun e ngjarjeve ekstreme. Sinjale rekord vijnë edhe nga Kina, ku temperatura mesatare vjetore kanë arritur nivele historike për të dytin vit radhazi. Shkencëtarët theksojnë se këto të dhëna tregojnë një prirje afatgjatë ngrohjeje globale, ku fenomene natyrore si El Niño dhe La Niña tashmë po ndërveprojnë me ndryshimet klimatike të shkaktuara nga njeriu, duke rritur pasiguritë për klimën e së ardhmes.